Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim se si do jetë fundi muaj qershor për gjitha shenjat e horoskopit, për gjithë ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit qershor, sepse aty përfshihet gjithë muaji, por dhe video me tema të ndryshme që dalin në këtë kanal. Dhe do shohim si do jetë fundi i muajit. Është një fund muaj ku ju do keni vendosmëri dhe besim në të ardhmen tuaj. Por gjithsesi do sjelli dhe dilema, do sjelli konflikte të brendshme, dhe nevojë për të përcaktuar situata të ndryshme që do keni. Gjithsesi është, sepse kemi dhe bashkimin e diellit me Jupiterin, kemi hyrjen e Mërkurit në shenjën e Luanit, që do premtojnë qartësi shpirtërore. Po gjithashtu do keni edhe shpresë për shprehje krijuese. Do jetë ai veprimi, ndershmëria e ekuilibrit të brendshëm, do bëhet çështja kryesore e këtyre ditëve. Gjithsesi është një periudhë që ka sfida intensive, por ka dhe mundësi të rëndësishme. Dhe shohim se si do ndikojë kjo periudhë e fundit, si do jetë në lidhje me të gjithë. Dhe letrat janë mbrapsh. Ju shoh që keni kaluar shumë vështirësi. Ose probleme, mund të jenë probleme dhe vështirësi në çështje të ndryshme që mund të keni pasur. Në një rast mund të keni pasur probleme dhe vështirësi në lidhje me dashurinë, dhe ka ardhur momenti që ju t'i lini mbrapa këto situata dhe të mendoni se si t'i jepni drejtim situatave, duke u treguar më të kujdesshëm dhe për të ecur para, për të çuar gjërat para në lidhje me një njohje. Për pjesën e beqarëve, shoh që ju do tregoni shumë të kujdesshëm në një njohje që do hyni dhe keni një takim me këtë person, do t'i çoni gjërat para sepse fati do t'ju ndihmojë. Ndërsa në lidhje me njohjet, lidhjet dhe marrëdhëniet që ju keni, do t'i lini, në qoftë se keni kaluar vështirësi, probleme nga më të ndryshmet, atëherë ka ardhur momenti që t'i lini mbrapa këto probleme, por ndërkohë ju ose vështirësi që mund të keni pas në marrëdhëniet tuaja, dhe ju shoh që do t'rregojeni më të kujdesshëm për të qenë më të konsoliduar në lidhje me partnerin ose partneren tuaj. Por ndërkohë fati do t'ju ndihmojë që t'i çoni gjërat para. Këtu kemi energjitë shenjave të zjarit, terota e fatit. Kemi energjitë shenjës së demit, energjitë shenjës së akrepit, energjitë shenjës së virgjëreshës, por kemi dhe energjinë e shenjës së luanit. Dhe shoh takime, shoh romanca, mund të keni dhe flerte gjatë kësaj periudhe, por gjithsesi duke lënë gjithmonë mbrapa situata të vështira. Dhe shohim çfarë na sjell energjia e zjarit këtu. Shoh flerte në lidhje me ju. Kemi energjitë shenjave të ujit dhe kemi kartën e vendimit. Ju do mbyllni situata të vështira, do merrni vendime gjatë kësaj jave. Një pjesë prej jush do t'rregojeni të kujdesshëm në lidhje me flertet, romancat që do keni. Më falni. Por ndërkohë ju shoh që një pjesë prej jush mund të jeni në një distancim me një person, mund të keni një shkëputje emocionale, dhe e shoh që do t'rregojeni më të kujdesshëm në lidhje me këtë person. Disa prej jush mund të mendojnë në lidhje me një udhtim gjatë kësaj periudhe. Në një udhtim ju mund të keni dhe flerte, romanca, dëshironi t'i lini mbrapa ato situatat e vështira që keni kaluar, dhe ju shoh që ju do merrni vendime për të futur në një njohje, për të flertuar gjatë kësaj periudhe, por ndërkohë edhe në lidhje me personat që tham që mund të kenë një distancim emocional ose në rastin tjetër mund të jeni në një shkëputje. Dhe ju do mundoheni, do merrni vendime për t'i çuar gjërat para. Ndërsa në lidhje me punën, ju shoh që dhe aty mund të keni pas probleme, për gjithë ata që kanë pas probleme, por dhe nga ana ekonomike,
por ju do filloni të tregoni më të kujdesshëm, si në lidhje me punën, me anën tuaj ekonomike, por dhe me situata të ndryshme, që mund të jenë situata familjare, në lidhje me dokumentat, ose edhe në lidhje me çfarë do lloj situate që keni pasur. Dhe ju shoh me vendime të rëndësishme, por dhe me lajme të mira gjatë kësaj periudhe. Dhe shohim çfarë sjell rrotë e fatit për gjithë ju. Dhe kemi energjitë shenjave të ajrit, kemi dhe energjinë e shenjës Briciapit. Gjithsesi, këtu përfshihen të gjitha shenjat e horoskopit, thjesht dalin më fuqishëm këto. Ju shoh që fati do t'ju ndihmojë. Ju shoh keni mbyllur zemrën në lidhje me një dashuri, ju keni marrë eksperjenca nga njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet që ju keni, dhe kjo gjë ju ka bërë që më tepër do përdorni logjikën gjatë kësaj periudhe. Ndërkohë shoh që ju do jeni keni kaluar shumë vështirësi, si në lidhje me dashurinë, sepse ju shoh që kemi Saturnin këtu, që Saturni jep vështirësi për të vënë një rregull në jetën tuaj, për të organizuar jetën tuaj. Dhe ju shoh që gjithçka do ta bëni me logjik, për të çuar gjërat para, por dhe fati do t'ju ndihmojë. Si në lidhje me dashurinë që mund të keni, për gjithë ata që dëshirojnë të çojnë gjërat para, një pjesë prej jush mund të keni mbyllur zemrën dhe nuk tregojeni të hapur ndaj dashurisë, sepse keni kaluar vështirësi dhe do filloni të jeni më të organizuar në lidhje me këtë gjë. Ndërsa në rastin tjetër shoh që ju në lidhje me punën tuaj, por edhe nga ana ekonomike, ju shoh që ju keni kaluar shumë pengesa, pengesa emocionale në një rast, për disa prej jush, për pjesën tjetër mund të jenë pengesa nga njerëz të ndryshëm, që mund të kenë qenë toksik ose që ju kanë krijuar tensione. Dhe është një kohë shumë e mirë që ju t'i çoni gjërat para gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi ju shoh që do t'i vendosni qëllim me vetes në lidhje me situatat të ndryshme që mund të keni. Këto situata tensioni mund t'i keni pas në lidhje me punën tuaj, ose në lidhje me anën ekonomike. Një pjesë tjetër mund të keni lidhje me institucionet shtetërore, mund të jetë problem dokumentash ose diçka tjetër, por ju shoh që ju ose me zyrat, por shoh që keni kaluar shumë vështirësi dhe aty dhe do filloni të vendosni një rregull në lidhje me këto situata. Gjithsesi mund të keni edhe negociata të ndryshme gjatë kësaj periudhe, diskutime më tepër, mund të keni ide, por është një periudhë që do t'i vendosni, mund të ndjeni dhe pak të, nuk e di, në lidhje konfuz, në lidhje me situata, në lidhje me punën tuaj, me karrierën tuaj ose me qëllimet që ju keni. Dhe shohim këtu me dyshin e kupave, energjitë shenjave të ujit. Shoh takime, njofje të reja në lidhje me një pjesë tjetër. Gjithsesi, shohim se çfarë na sjell dyshi i kupave. Dhe shoh që do jeni shumë emocional, edhe pse mund të keni kaluar vështirësi, ju shoh shumë emocional. Dhe kemi energjitë shenjave të tokës. Ju shoh me shumë vetbesim në veten tuaj në lidhje me një njofje që ju do futeni. Ju do ndjeni të sigurt. Do harrini të fitoni atë vetbesimin, por edhe sigurinë brenda vetes tuaj, në lidhje me një njofje që do filloni gjatë kësaj periudhe. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh që një pjesë prej jush do ndjeni dhe të pavarur nga emocionalisht dhe dëshironi të keni ndoshta një takim me një person. Ndërsa për disa të tjerë ju do ndjeni shumë të sigurt me marrëdhëniet tuaja për t'i konsoliduar ato, për t'i çuar përpara. Ndërsa në lidhje me anën ekonomike ju shoh në partneritete do merrni disa para, dhe këtu kemi energjitë shenjave të tokës, kryesisht Virgjëresha, dhe energjitë shenjave të zjarit, një fillim i ri. Një fillim i ri në lidhje me dashurinë do ketë shumë pasion ju shoh. Ndoshta ju mund të keni qenë të lëkundur gjatë një periudhe të mparshme, mund të keni qenë të tensionuar, ose keni pas ëndra për të realizuar diçka dhe ka ardhur momenti që ju ta realizoni, të bëni një fillim të ri, të keni një takim me një person, por do keni shumë siguri brenda vetes tuaj, vetbesim në lidhje me këtë fillim të ri dhe do keni shumë pasion. Këtu flasim për gjithë ata që futen në njofje ose
në lidhje. Dhe sikur realizoni një ëndër këtu. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër, shohim që ju do ndjeni më të sigurt në marrëdhëniet tuaja në çift. Dhe këtu flasim për gjithë ata që janë në njohje, në lidhje ose në marrëdhënie, ndërsa për disa të tjerë ju shoh që do merrni disa para dhe mendoni të bëni një fillim të ri. Mund të jetë një biznes, mund të jetë një aktivitet privat, ose ju dëshironi të shkoni për të rrisni të ardhurat tuaja dhe të shkoni të punoni diku për të paguar edhe më mirë. Por në lidhje me punën, me anën ekonomike dhe me punën tuaj ju shoh në partneritete. Do keni bashkëpunime, partneritete, ju shoh që do ndjeni shumë të sigurt në lidhje me këto partneritete për të bërë këtë fillim të ri që ju dëshironi. Dhe shohim përfundimin në lidhje me situata të ndryshme, si do jetë fundi i këtij muaji. Dhe kemi energji të shenjës së dashit, energji të shenjave të tokës dhe energji të shenjave të zjarit, kryesisht shigjetari. Gjithsesi, janë të përfshira të gjitha shenjat në këtë lexim. Dhe këtu ju shoh në energjinë e shenjës së dashit, ju shoh që do merrni iniciativa në lidhje me njohjet, me lidhjet ose me marrëdhëniet tuaja. Do merrni vendime të rëndësishme gjatë kësaj periudhe. Do keni një vetbesim në marrjen e vendimeve, por ndërkohë do keni dhe një rritje personale. Disa prej jush, ju shoh që do merrni iniciativa në lidhje me një fillim të ri dhe do jetë një komunikim nëpërmjet internetit. Mund të jetë një njohje që do bëni gjatë kësaj periudhe nëpërmjet rrjeteve sociale dhe do keni një komunikim shumë të shpeshtë me një person. Ndërsa në rastin tjetër ju shoh me kontrata të rëndësishme, fillime të reja, kontratash, mund të jetë kontratë pune, mund të jetë kontratë shtëpie, në rastin tjetër mund të jetë edhe një kontratë për të larguar jashtë shtetit për një pjesë tjetër. Ose disa prej jush mund të lidhen edhe me çështje ekonomike, çështje financiare. Shoh që do keni një komunikim shumë të shpeshtë në lidhje me këtë, ose në lidhje me familjen tuaj, me përgjegjësitë që ju keni në familjen tuaj. Gjithsesi, është një periudhë pozitive në fund, sepse shoh që këtu gjërat janë më mirë. Në rastin tjetër mund të keni dhe lajme të mira, udhëtime, do merrni lajme, por ndërkohë ju shoh që do veproni dhe shumë shpejt në lidhje me një fillim të ri, me një kontratë ose me iniciativa të ndryshme që do merrni në fund të muajit. Do hapni rrugë të reja në lidhje me komunikimin me botën e jashtme, një pjesë prej jush mund të flisni me jashtë, një pjesë tjetër mund të keni një komunikim, do shtoni ose do keni një komunikim më të mirë në marrëdhëniet tuaja, në njohjet me kolegët, me koleget tuaja. Por disa të tjerë mund të aplikojnë edhe nëpërmjet internetit, nëpërmjet mund të keni edhe një punë online për një pjesë tjetër. Nëpërmjet internetit ju mund të aplikoni për një vend pune. Dhe ju shoh që do merrni lajme të shpejta, do keni një udhtim gjatë kësaj periudhe, por ndërkohë do veproni dhe shumë shpejt në momentin që ju të merrni një lajm të mirë për të bërë një fillim të ri dhe ju shoh me shumë iniciativa. Gjithsesi, e shoh që deri në fund të muajit gjërat ndryshojnë, ju shoh përsëri në flerte, romanca, por kemi energji të shenjave të ajrit, të peshores, edhe të demit, por edhe të tokës. Dhe ju shoh, duhet keni kujdes, sepse do t'rregojni pak të nxituar. Në lidhje ndoshta me anën tuaj emocionale, ose në lidhje me emocionet tuaja, në lidhje me diskutime të ndryshme që do keni, ju dëshironi të jepni zgjidhje diçkaje, në lidhje me një person, dëshironi të jepni dhe të merrni dhe do t'rregojni pak të nxituar gjatë kësaj periudhe. Për pjesën tjetër, ju shoh që ju mund të tregojni të nxituar në marrëdhëniet tuaja. Ndoshta dëshironi të jepni drejtim diçkaje që ka lidhje me parat, ju shoh. Sepse ju merrni para, por edhe shpenzojnë. Këto para shpenzojnë ashtu siç i merrni. Dhe kjo që do krijojë diskutime, por do t'rregojni pak të nxituar në lidhje me fjalët që do përdorni. Ju vërtet doni të jepni zgjidhje kësaj situate, por duhet keni kujdes se si do komunikoni gjatë kësaj periudhe. Ndoshta ju keni frikra në lidhje me punën, me anën ekonomike, ose një pjesë tjetër mund të keni lidhje me gjykatat.
me prokurorit, me një drejtësi. Dhe kjo ka lidhje, mund të ketë lidhje në lidhje me marrëdhënie, me divorce, ose për gjithë ata që mund të kenë gjyqe të ndryshme gjatë kësaj periudhe, ju shoh që do merrni disa para dhe sigur do jepni disa para. Mund të keni çështje të ndryshme gjyqësore, ju mund t'i merrni situatat ashtu si i keni. Por thjesht duhet keni kujdes sepse ju shoh që do t'rregojeni pak të nxituar. Në lidhje me veprimet, sepse ju shoh veproni vrullshëm, shpejt, ju do veproni më me besim, ndoshta në lidhje me një zgjidhje e diçkaje ose vënien e një drejtësie, si në lidhje me punën, me anën ekonomike, ose dhe me situata të ndryshme që mund të keni. Gjithsesi, do shohim se çfarë mesazhi ju japin angjëjt për këtë fund muaji. Janë mbrapsht edhe këto. Dhe kemi energjia ajri këtu, kjo tregon që ju do lini mbrapa të gjitha vështirësitë, duke i dhënë drejtim njofjeve, lidhjeve ose marrëdhënieve që ju keni në një rast. Në rastin tjetër, ju shoh që do keni udhëtime gjatë fundit. Më falni, fundit të muajit, mund të jenë udhëtime dhe për pushime, sepse vjen muaji korik. Për një pjesë prej jush, ose ju planifikoni pushime, dëshironi të largoheni për t'u qetësuar për veten tuaj. Në rastin tjetër, për një pjesë tjetër, do t'jepni drejtim njofjeve që keni, lidhjeve ose marrëdhënieve tuaja, dhe këtu flasim një drejtim më të qetë. Ju mund të dilni dhe me familje në fund të muajit, shkoni diku, në një vend me ujë. Ndërsa për pjesën tjetër, ju do lini mbrapa të gjitha vështirësitë që keni kaluar në lidhje me punën, me shëndetin se nuk e përmendëm, në lidhje me studimet tuaja, ndoshta edhe me provimet, për gjithë ata që mund të kenë provime, ndoshta jeni vështirësuar duke studiuar, sepse ju shoh këtu që do keni dhe diskutime të ndryshme, por kjo ju thot fund një faze të vështirë që keni kaluar deri në këto momente. Një udhtim i bukur ju pret, dhe udhtim nuk do të thotë se jeni vërtet vetëm në udhtim, po udhtim për t'i çuar gjërat para dhe për të gjetur atë paqen dhe qetësinë në jetën tuaj, në njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet, më falni, por edhe në lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Atëherë të më falni, ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë ju uroj një mbrëmje të këndshme, dëgjojmë në video të radhës.